Në një nga zonat më të frekuentuara të vijës bregdetare, vetëm pak metra larg lungomares, një problem serioz rëndon mbi përditshmërinë e qytetarëve. Në rrugën dytësore, paralele me shëtitoren, në zonën e njohur si ujë i ftohtë, kablot elektrik dhe ato të kompanive telefonike celulare janë shndërruar në një rrezik të hapur për këmbësorët, të vendosura në një lartësi thuajse të barabartë me gjatësinë e një njeriu mesatar. Këto linja të varura në mënyrë të çrregullt krijojnë jo vetëm shqetësim vizual, por mbi të gjitha një kërcënim real për sigurinë e njerëzve. Kalimtarët detyrohen të shmangin fijet e ulta, ndërsa në disa segmente rruga bëhet praktikisht e pakalueshme pa rrezikuar kontaktin me kablot. Por shqetësimi nuk ndalet këtu. Një problem edhe më alarmant lidhet me praninë e kablove të tensionit të lartë. Këto linja kalojnë përmes pemëve, duke rritur ndjeshëm rrezikun për shkëndija elektrike dhe zjarr, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta ose me kushte ere. Një instalim i tillë është në kundërshtim me çdo standard teknik dhe përbën rrezik serioz për jetën dhe për pronën. Kontakti i kablove me degët e pemëve përveç konsumit të izolimit mund të shkaktojë shkëndija që në kushte të caktuara mund të përhapen me shpejtësi. Në një zonë që frekuentohet jo vetëm nga banorët, por edhe nga turistët vendas dhe të huaj, kjo neglizhencë përbën një situatë tepër skandaloze dhe të patolerueshme. Kablot elektrik apo edhe të kompanive telefonike janë kthyer në një shqetësim serioz në thuajse të gjithë qytetin e Vlorës, por edhe këtu në një nga zonat më të frekuentuara, sidomos si gjatë sezonit turistik në rrugën e Unazës, paralel me shënditoren bregdetare lungomare, duket se së fundmi ka një shqetësim mjaft serioz. Këtu në trotuar ku gjendem, ky kabël mund të bëhet lehtë i aksesueshëm, por edhe një burim aksidenti për çdo që mund të kaloj këtu dhe mund të mos ketë mendje. Kjo e para, pra, që paraqet një rrezikshmëri të lartë për qytetarët, ndërsa e dyta është ana estetike. Në një zonë e cila ka një frekuentim të konsiderueshëm të saj, nuk mundet që këto kablo të lihen në këtë situatë. Situata në ujin e ftohtë është një shembull i qartë i mungesës së koordinimit mes institucioneve dhe kompanive private. Ndërsa qyteti synon zhvillimin turistik dhe probleme të infrastrukturës, probleme të tilla bazike vazhdojnë të mbeten pasgjidhje duke rrezikuar çdo ditë sigurinë e qytetarëve. Nëse nuk ndërhyet urgjentisht për sistemimin dhe standardizimin e rrjetit elektrik dhe atë të telekomunikacionit, kjo zonë rrezikon të kthehet në një atraksion bregdetar, në një pikë problematike për sigurinë publike. Dhe deri në një reagim nga institucionet përgjegjëse, kablot do të vazhdojnë të qëndrojnë aty, mbi kokat e njerëzve.